në Partisë Demokratike dhe në këtë vizion. Janë larguar ka edhe 1.1 milion shqiptar, por për këta shqiptar, Partia Demokratike ka një plan për rikthimin e tyre dhe investimin në ta në mënyrë që ata të qëndrojnë mos ikin pasi po shohim që po mbeten vetëm pleshtë. Pa diskutim, ky është thelbi që të kthehen ata që janë larguar për ta ndërtuar jetën e tyre pranë familjeve të tyre, në komunitetet e tyre, aty ku kanë lindur, ku janë rritur, në mënyrë që të kenë të gjitha mundësitë. Ndoshta nesër ata do duan të largohen sërish, por duhet të kenë mundësinë që të ndërtojnë dhe jetën e tyre këtu. Sot u shequr kjo mundësi zgjedhjeje. Sot për shumë njerëz, për një pjesë të madhe të shqiptarëve, ka vetëm një alternativë. Ka pasur për gjatë kësaj dekade alternativa e ikjes. Nuk u ka ofruar qeveria një mundësi që ta ndërtojnë jetën e tyre këtu. Partia Demokratike po u thotë që ka dhe një alternativë tjetër, që të gjithë ne të ndërtojmë, ta bëjmë Shqipërinë, ta bëjmë shtëpinë tonë sërish. Ky mendoj unë është mesazhi më kryesor dhe programi i Partisë Demokratike adreson së pari largimin nga varfëria ekstreme të një pjesë të konsiderueshme të shqiptarëve që jetojnë në nivelin e varfërisë. Minimumi jetik. Kjo adresohet nëpërmjet minimumit jetik, nëpërmjet pagës minimale 500 euro, pra ajo që quhet paketa e dhemshurisë, paketa e dinjitetit, që shërben për t'i kthyer dinjitetin çdo qytetari shqiptar, dinjiteti i cili sot i është në përkëmbur. Ka një fakt që unë mendoj duhet thënë me të madhe që një pjesë e konsiderueshme sot e shqiptarëve jetojnë në nivele të një varfërie ekstreme, të një varfërie të skajshme. Vetë shifrat edhe nga avokati i popullit, edhe nga institucionet ndërkombëtare thonë që 44% e popullsisë jeton në atë që quhet kushte të përjashtimit social, që janë ose në prag të varfërisë ekstreme ose në varfëri ekstreme. 24% është një shifër e frikshme, është një shifër shumë e madhe dhe minimumi jetik shërben pikërisht për të ngritur këta njerëz nga varfëria ekstreme. Pjesa tjetër e programit shërben që nga varfëria të kalojnë në kushtet e një mirëqenie të qëndrueshme dhe afatgjatë për gjithë qytetarët shqiptarë. Dhe është një rikonceptim i ekonomisë shqiptare, një transformim, mund të themi, i ekonomisë shqiptare, duke vendosur theksin tek puna, tek meritokracia, tek konkurenca e lirë dhe e ndershme, elementet të cilët i kanë munguar tregut në Shqipëri. Do të kemi një forcim të tregut privat. Çfarë ndodh për ta kuptuar dhe njerëzit që na ndjekin në mënyrë fare të thjeshtë. Nëse neve ulim taksat, vendosim taksën e shesh 10%, ulim taksat lokale duke i kushtuar që mos të jenë më shumë se 1% e xhiros vjetore për bizneset. Dhe ndryshojmë qasjen e shtetit ndaj individëve, duke mos e quajtur më shtetin si dhunues, si ai që të bën presion, të vjen, por një shtet që ndihmon, lehtëson, bashkëpunon me sipërmarrësit dhe me qytetarët, ndodh kjo gjë. Kompanitë, sipërmarrjet do kenë më shumë para për të shkuar drejt inovacionit, për të bler makineri, pajisje e tjerë në varësi të sektorit ku janë, për të punësuar më shumë njerëz. Nëse punësohen më shumë njerëz, rritet punësimi. Këta njerëz të konsumojnë më shumë. Nëse ne ulim taksat dhe këtyre njerëzve me taksën e shesh 10%, ata do kenë më shumë para në xhepat e tyre në fund të muajit për të shpenzuar më shumë, për të larguar nga shpenzimi për ushqimet, për produktet bazë dhe për të shkuar drejt shpenzimeve të tjera. Dhe